Ajo është gjermane, të dy prindrit e saj janë gjerman. Jeta e ka sjellur në Kosovë, e ka takuar edhe me shqiptar, gjë që ka bërë që ajo sot të thotë mos më quani gjermane sepse dua të njihem si shqiptare. Ta ndëgjojmë historinë e saj, e pres në studio direkt nga aeroporti nga Gjermania për në studion ton Melinda Musolli. Bukur, edhe me flamurin. Mirë se erdhe. Mirë se gjetëm, faleminderit. Prit njëherë ta shoh këtë hiqi flokët pak, hiqi flokët ta shoh shqiponjen, a sa bukur. Normali mora me vete. Mirë ke po shumë. Faleminderit që ke ardhur, hajde ulu. Pra me shqipen je në rregull? Po, jam në rregull mendoj, nisë nuk kuptoj diçka. Okej, s'ka problem. Më thuaj, do mundohem edhe unë që në rregull, faleminderit. Të dalë, që ti të më kuptosh. Po, qyrem, mendoj si bëhet mirë. Se e more këtë flamurin? E mora me veten si më pëlqen shumë, edhe flamur, ajo flamura është edhe një pjesë e jetës time, kështu që nuk di që marr pa flamur këtu. Sa bukur, mirë ke po shumë. Ja ardh direkt prej Gjermanisë këtu, a? Po, fiks. Me thonë drejtën, jemi në Kosovë si 2 orë, edhe erdhëm direkt këtu në studio. A vjen shpesh? Vi shpesh, shumë shpesh bile. Po, vi shpesh, më thonë 5, 6, 7 herë në vit, këtu në Kosovë edhe në Shqipëri do ikish shumë shpesh. Pra ti je nga 2 prindësh gjermana, po? Po, fiks. Dhe kur ka qenë hera jote e parë që ti ke ardhur në Kosovë, apo kur ka nis kjo lidhja jote më afërt shpirtore? Kohë e luftës. Pak në kohë e luftës më ka lidh me shoqëri, me shoqet, me najt edhe me mësu pak gjuhën shqipe, gjithashtu edhe adetet e tabiatet e sena tjetër, edhe pas luftës edhe hera për hera e parë këto në Kosovë, kom qëndru në Kosovë, me thonë një javë, me ka pëlqyer shumë, si njerëzit këto janë krejt më ndryshe si në Gjermani, janë shumë relax edhe shumë, me thonë, nxehtë. Në Gjermani mendoj si njerëz janë shumë ftoft, edhe kjo më ka pëngu gjithë. A ke qenë ti ashtu e ftohtë, si ti po i përshkruan Gjermani? Jo, faktikisht jo, kur. Edhe tani nuk jam kështu, se mendoj, jeta ime ka ndryshu krejt, se me vërtetën, ka një shprehje këto, shqiptare nuk bëhesh, po shqiptare lindesh. Po unë mendoj pak më ndryshe, se unë jem lind gjermane, po jem bërë shqiptare. Je bërë shqiptare. Po, fiks. Pra ti erdhe veç një javë në Kosovë, rahatoju? Po. Erdhe veç një javë në Kosovë në një periudhë që nuk e ke pa Kosovën si që është e sot, të tërsuar, të përparuar edhe me një civilizim të qytetarët, gjithmonë një situatë pra një vendi i sa po dalur prej luftës. Çka të bëni që me u kthy prapë në Kosovë? Qysh ndodhe ardha jote e dytë? Drejt të tregojnë njerëzit. Se kom pas njerëzit me vërtetën, si kom thonë edhe pak më herët, janë shumë nxehtë dhe kanë qëndru me mu shumë afër. Edhe ajo më ka pëlqyer shumë. Se në Gjermani këtë nuk e kom pa. Edhe thash, është këto, është krejt ndryshe, edhe më pëlqen shumë. Gjithashtu edhe kom pas shumë kontakt pas këtë kohë, këto në Kosovë, shumë kontakt me shoqet shqiptare, me kosovare, me shqiptare Shqipërisë edhe Makedonisë, edhe më ka pëlqyer shumë.